Në kuadër të ditës botërore të familjes, shoqata Projekti Shpresa në bashkëpunim me Federatën Universale të Paqes dhe shoqatën italiane Madonnina del Grappa organizuan në sallën Kardinal Michel Colici një aktivitet ndërgjegjësues me temë këtu ku përkujdesja bëhet familje, me qëllim theksimin e rëndësisë së përkujdesjes, mbështetjes dhe solidaritetit ndërnjerëzor. Ka për qëllim që të vlerësoj familjen, por ta vlerësoj në një kuadër krejt të veçantë, pra në kuadrin e një kategorie që ju mungon familja. Pra, këta të rilët të reja që janë sot pranishëm bashkë me kujdestarët dhe punonjësit e tjerë, kanë një handikap shumë të rëndësishëm të thoshon mungesën e familjes. Pjesa më e madhe të janë të braktisur, janë të jetim social biologjik. Janë disa sfidat e strehimit dhe rehabilitimit të fëmijëve dhe të rinjve me vështirësi sociale dhe aftësi të kufizuara, sipas drejtuesit Luigi Mila. Sfida ekonomike është shumë e rëndësishme, sepse parja bën luftën, thotë Napoleon Bonaparte, po parja bën edhe paqen, parja bën edhe zhvillimin. Sfida e dytë do të ishte integrimi i tyre, ne kemi bërë përpjekje integrim nëpërmjet punës, integrim nëpërmjet artit, edhe metoda të tjera bashkëkohore. Aktiviteti u shoqërua me fjalime dhe performanca artistike nga të rinjtë e talentuar shkodran.